Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotëri, mirë se vini edhe në pasditën e sotme. Fillimisht emisionin sot do ta startojmë me personalitetin e parë të ditës, ku do flasim për ngjarjet sportive. Konkretisht do të fokusohemi në sezonin vjeshtor, konkretisht në përfundimin e sezonit vjeshtor të kampionatit në ligën e parë. Për të analizuar dhe për të komentuar pikërisht këtë sezon, në studio me gazetarin ton sportiv, zotëri Shaban Sinani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Fillimisht me ndeshjen e javës së 16 të sezonit vjeshtor, zyrtarisht dhe ka përfunduar sezoni vjeshtor i kampionatit në ligën e parë. Si e vlerësoni këtë pjesë të kampionatit? Po, është saktë se me ndeshjet e javës së 16 që u luajtën për 4 ditë të fundit, zyrtarisht përfundoi pjesa vjeshtore e kampionatit në ligën e parë të futbollit, kampionatit 2025-2026. Para se të shkojmë të renditja tabelare, edhe njëherë të përsëritim rezultatet që u shënuan në javën e fundit të sezonit të vjeshtor. Makedonia Gjorgje Petrovi, Vardari 1-2, Tikveshi Struga Trimlum 0-1, Bashkimi Shkëndia 1-3, Rabotnicki Sileksi 0-3, Shkupi apo Brera, apo Akademia Pandev Brera 1-3 dhe ndeshja e fundit që u zhvillua dje pas ditën e Gostivar, Arsimi Pelisteri përfundoi me 3-3. Në bazë të këtyre rezultateve shihet qartë se kjo javë ishte ma tepër për ekipet mysafire, pasi kanë shënuar 5 fitore dhe 1 barazim. Do me thënë, kjo është një sukses i madh i skuadrave mysafire në javën e fundit të sezonit vjeshtor në ligën e parë të futbollit vendor. Sa i përket asaj se ekipet që kanë arritur, duhet të theksojmë se pas shumë viteve skuadra e Vardarit është kampione vjeshtore. Vardari gjatë sezonit vjeshtor ka zhvilluar 16 ndeshje, ka 13 fitore dhe 3 barazime, me gjithsej 42 pikë të grumbulluara. Pason skuadra e Struga Trimlumit që ka gjithashtu 13 fitore, 2 barazime dhe vetëm 1 humbje. Humbjen e ka e merituar apo e pa merituar, por nga një skuadrë shumë e dobët se Struga Trimlum nga apo Brera edhe atë në stadiumin në vendas në Strugë. Struga ka averazhin 42-11 dhe do me thënë është skuadra e cila më tepër ka shënuar gole në këtë gjysmë kampionat dhe ka 41 pikë të grumbulluara. Në pozitën e tretë është Shkëndia jonë, pra. Shkëndia, e dim edhe ne ta përsëritim se është simboli i futbollit shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. Shkëndia sa pika të grumbulluara? Nga 16 ndeshje ka 11 fitore, ka 3 barazime dhe 2 humbje. Humbjet e dim se ka nga Vardari që këtu në stadiumin e qytetit, dhe humbja ma e zhgënjese ishte kundër Arsimit në Gostivar 3-0. Do me thënë, ishte humbje e merituar, por për tifozët dhe adhuruesit e këtij klubi ishte disfat zhgënjese. Shkëndia ka shënuar 31 gol dhe 14 ka të pranuara, ka grumbulluar gjithsej 36 pikë dhe mbetet në konkurrent për të mbrojtur titullin kampion të Maqedonisë së Veriut. Në pozitën e 4 është Sileksi që ka 31 pikë. Në pozitën e 5 është befasia më e madhe, mund të themi lirisht, në pjesën vjeshtore të kampionatit, e kjo është Arsimi i Çigranit. Arsimi i Çigranit është debutues në elitën e futbollit në kampionatin 2025-2026 dhe e shohim të gjithë se me të vërtet ka arritur sukses mjaft të madh, është në pozitën e 5 në renditjen tabelore që ka benefitet e veta kjo pozita aktuale, pasi me fillimin e raundi e rrethit të tretë dhe të fundit të kampionatit, atëherë nëse gjendet çdo ekip që gjendet në 6 ekipat e para, atëherë ka benefite sa i përket orarit që do të bëhet më pas. Arsimi ka 6 fitore, 4 barazime dhe 6 humbje. Ka 31 gol të shënuar dhe 32 të
shënuar 31 të pranuar, dhe me thonë plus 1 ka golaverazhin, ka 22 pikë, aqë sa ka edhe bashkimi. Gjithashtu edhe bashkimi këtë vit pas plot 17 viteve u inkuadrua në elitën e futbollit të Maqedonisë dhe edhe kjo është një sukses i madh për bashkimin e Kumanovës që është në pozitën e 6 aktualisht. Bashkimi ka gjithashtu 6 fitore, 4 barazime dhe 6 disfata, ka 22 pikë të grumbulluara. Në pozitën e 7 është Akademia Brera. Akademia Brera kampionatin e filloi mjaft keq. Mirë po, dal nga dal u stabilizoha dhe arriti deri në 19 pikë. Dështim është Tikveshi, që është në pozitën e 8, ka 18 pikë. Pilisteri gjithashtu që ka 16 pikë në pozitën e 9. Makedonia Gjorgje Petrov është dështimi i radhës, ka vetëm 15 pikë, ndërsa befasia më e madhe Zhgnjit që ka zhgënjur në këtë pjesë të kampionatit është skuadra e Rabotničkit të Shkupit. Rabotnički vite me radhë ka qenë një ndër skuadrat më stabile në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë në të gjitha aspektet. Edhe në aspektin e rezultateve, në aspektin e organizimit dhe në të gjitha aspektet që Në kësaj radhe, Rabotnički në 16 ndeshje të zhvilluara ka vetëm një fitore, ka 4 barazime edhe 11 disfata. Dhe me thonë, kjo është një ndër dështimet më të mëdhaja në pas pavarësisë Maqedonisë, do të thonë në ligën e parë të futbollit vendor, aktualisht ka vetëm 7 pikë dhe është në pozitën e parafundit, pra në pozitën e 11. Dhe në pozitën e fundit është një zhgënjim tjetër. Një zhgënjim, gjithashtu zhgënjim i madh. Shkupi, klubi i futbollit Shkupi nga Çairi. Ekip e cila në 3 vitet të fundit ka qenë edhe pjesëmarrëse në garat evropiane, ishte edhe kampioni i Maqedonisë. Edhe tani nuk e di se çka. Ka pasur reagim edhe nga tifozët në lidhje me Shkupin. Nga tifogrupi shfercerët, të cilët janë jashtëzakonisht të zhgënjur. Këtu duhet një analizë shumë e madhe. Kush është përgjegjës për këtë dështim? Pse ka ardhur deri në këtë gjendje ekipi i Shkupit, që i ka të gjitha premase që të jetë një skuadër stabile, pasi ka stadiumin e vet, ka numër të madh të tifozëve dhe ka pasur edhe përkrahje të madhe nga donatorë të ndryshme, por si duket donatorët turk e shkatruan Gosivarin, e shkatruan Voska Sportin, do të thonë tash në radhë është edhe shkatrimi i Shkupit, por shkupjanët nuk është se janë të vetëdijshëm për këtë gjë dhe ata kësaj radhe luajnë, sipas meje, luajnë, por e dinë që nuk kanë shpëtim nga liga e tjetër. Mirë po, është mirë që të mbahet në kontinuitet me të garave. Futbollistët e rinj të cilët aktualisht janë pjesë e Shkupit të marrën një përvojë garuese në ligën e parë dhe pastaj të organizohen mirë dhe t'i kthehen në kampionati, t'i kthehen sërish elitës së futbollit. Do me thonë, varet se si ata do të vazhdojnë, pra në vitin e ardhshëm kur me siguri do të garojnë në ligën e dytë, sipas situatës aktuale, pasi 16 ndeshje, asnjë fitore, një barazim, 15 disfata, golaverazhin 12 me 48, që është një katastrofë e madhe për këtë skuadër që ishte vetëm para 4 viteve ishte kampioni i Maqedonisë së Veriut. Një skuadër e cila ka përfaqësuar vendin në garat evropiane të vinë deri në këtë situatë, kjo është e papranueshme për të gjithë ata të cilët e njohin futbollin. Por futbolli megjithatë ndodhin, këto gjëra ndodhin, e dim ne se vitin e kaluar pas dështimit në ndeshjen e balotazhit, ekipi i Besës u tërhoq nga garimi, nga të gjitha garat u tërhoq dhe tani ka filluar që nga zeroja, do të thonë, nga liga komunale
me shpresa se ndonjëherë ndoshta edhe do të rikthehet në atë që ka arritur. Do me thonë, këto janë ato rezultatet e sezonit vjeshtor. Rezultatet dhe paraqitja e ekipeve të çka kanë mundur atë. Megjithatë, kush mendoni që është skuadra që ka befasuar me rezultate të mira dhe në anën tjetër cila skuadra ka ndështuar? Pashif, skuadra që me rezultate të mira ka befasuar Vardari, normalisht, se Vardari nga liga e ditë u kthie në ligën e parë edhe vetëm para një viti, por Vardari e dim edhe në kampionatin e kaluar në momentet e fundit i shpëtoi rënjes nga liga e parë, por jashtë që këtë kampionat pat një organizim më të mirë, luajti në finalen të kupës dhe fitoi finalen e kupës, fitoi kupën e Maqedonisë së Veriut në ndeshjen me Struga Trimlum që fitoi në Shkup 2-0. Por megjithatë kjo është befasi. Por për futbollin e Maqedonisë, rezultatet që shënon Vardari, Struga dhe Shkëndija, këto janë shpresdhënëse se mund të kemi futboll më të mirë. Në Maqedoninë e Veriut të gjithë duhet ta dinë, pa marrë parasysh se kush janë. Pa një skuadër të fortë, siç është Vardari, dhe pa një skuadër të fortë të Shkëndijës, nuk mund të themi se kemi futboll cilësor. Këtë e kanë dëshmuar këta dy skuadra edhe në garat vendore, por edhe në garat ndërkombëtare. Sidomos Shkëndija këtë vit me kualifikimin në play-off të ligës së konferencës, në fazën e grupeve, faktikisht. Në më thënë, këto janë suksese. Neve mund të themi që eja Shkëndija po ka humb ose ka fituar. Është një sukses historik për futbollin tetovar. Vetëm kualifikimi në garat e konferencë ligës. Pasi ato gara janë garat e treta që organizohen nga UEFA-ja dhe kanë rëndësinë e madhe. Aty garojnë ekipe të cilët kanë histori, të cilët kanë cilësi dhe të cilët kanë përkrahje të madhe nga donatorë të shumtë. Megjithatë, kur jemi këtu tek Shkëndija që garon edhe në garat vendore, por edhe në garat ndërkombëtare, përfundoi në pozitën e tretë. Ku mendoni që dështoi Shkëndija? Shif, nga Shkëndija vërtet është shprit shumë më tepër. Do të themi pse. 4 pikët kyçe Shkëndija i ka humbur në Tetov. Barazimi me Arsimin në rrethin e parë dhe disfata me Vardarin për tifozëve të vetë. Do të thonë me 4 pikë, faktikisht Shkëndija tash duhet të jetë aty dikundi me Vardarin edhe me Struga Trimlum. Edhe këtu është ai dështim. Por duke marrë parasysh se ne i dim hallet tona, të gjithë i dim çfarë infrastrukture kemi. Të gjitha ndeshjet ndërkombëtare Shkëndija gjithmonë duhet t'i luajnë jashtë Tetovës. Dhe kjo është një angazhim i madh, një sfidë e madhe është për çdo klub, jo vetëm për Shkëndijën. Se jo Shkëndija të shkon nga Tetova në Shkup, që ku është 50 kilometra i themi, por por edhe në Zhelinë nëse luan nuk je në shtëpinë tënde. Çdo ekip, kjo vlen për çdo ekip. Pasi në stadiumin e vet ose në shtëpinë e vet, çdo ekip ndihet më komode për krahjen e ka më të madhe nga tifozët e vet dhe me siguri rezultatet. Ne duhet ta dimë edhe diçka. Deri më tani, Shkëndija ka 65 ndeshje ndërkombëtare, prej të cilave gjysmat e tyre në cilësinë e vendasit, do të thonë 32 ndeshje në cilësinë e vendasit, asnjë ndeshje në Tetov nuk është zhvilluar. Sigurisht. Po. Prandaj dikush thot, pse thonë se Shkëndija është simboli i futbollit? Është parasysh se ka shënuar këto rezultate. Do me thonë, ka mbetur edhe 2 ndeshje ndërkombëtare, do me thonë, me ato 2 ndeshje, deri më tani Shkëndija do të përfundon këtë vit me 67 ndeshje ndërkombëtare. Është një arritur shumë e madhe. Kualifikimi i Shkëndijës në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës ka sjellë që futbolli i Maqedonisë së Veriut edhe në kampionatin tjetër, pra në vitin tjetër garuese, të ketë 4 skuadra që do të përfaqësohen në Evropë.
Sikur Shkëndija të përfundon të garat në fazën e eliminimeve, atëherë Maqedonia vitin e ardhshëm do të kishte vetëm 2 ekipe në garat evropiane, dhe atë kampioni, nën kampioni dhe skuadra fituese e Kupës së Maqedonisë. Do të thonë 3 skuadra. Meqense përmendëm Shkëndijën që vazhdon në garat evropiane, kanë ngelur vetëm edhe 2 ndeshje. Sa janë gjasat që kjo skuadër të kualifikohet në fazën tjetër? Pra Shkëndija ka edhe 2 ndeshje ndërkombëtare. Ndeshja e parë është pas nesër, pra me 11 dhjetor, kundër ekipit Slovan Bratislava, një skuadër e cila tani më ka siguruar fazën e play-offit. Këtu luajnë para tifozëve vendas, të themi para tifozëve kushtimisht, para tifozëve vendas, sikur të ishte në Tetovo, do të kishte mbi 10.000 tifoz me siguri. Të shohim në Shkup sa do të arrijnë që të mbrijnë. Dhash Zoti që të fitohet kjo ndeshje, pa marrë parasysh se a do të kualifikohet në fazën tjetër ajo, do të ishte një sukses i madh për Shkëndijën. Dhe në ndeshjen e fundit, që është në Kipro, atëherë nëse e fiton edhe atë ndeshje, atëherë me siguri do të siguronte kualifikim së paku në mesin e 24 skuadrave që do të vazhdojnë në fazën tjetër, apo në 1/16 të finales në Conference League. Do të thonë ajo do të ishte një sukses i madh. Do të thonë këtu kemi dritën e Gjilanit, e cila tani më 99.9% kanë të siguruar fazën e play-offit. Tash do të jenë në mesin e 8 të parëve ose në mesin e 24, ajo është pak më rëndësi. Rëndësishme të shkojnë në fazën tjetër. Të cilët shënojnë fitore në çdo ndeshje në Conference League, ne kanë edhe përfitime materiale. Po, sigurisht. Kanë përfitime materiale. Një fitore ka mbi 400.000 euro, barazimi është 133.000 euro, ndërsa disfata për fat të keq me 0 dinar. Është e pa. Po ne shpresojmë, dhe në sport gjithmonë duhet shpresuar, se do të arrijmë të fitojmë së paku 4 pika që do të na siguronin kualifikim në fazën e 1/16 të finales në Conference League, ku do t'i garantoshin edhe 2 ndeshje të tjera. 2 ndeshje të tjera, domethënë kanë përfitime edhe. Megjithatë, për herë të parë në sezonin vjeshtor u implementua sistemi VAR. Si vlerësohet kjo nga skuadra, nga ekipet? Shif, kjo në futbollin e Maqedonisë së Veriut është një risi, që edhe pritej që të implementohet. Por, nga ana tjetër, sa janë kushtet nëpër stadiumet e ekipeve të cilët garojnë në ligën e parë, atë e dim të gjithë. Se nuk mund të themi se janë 0, pa çati pari dikund, kushtet janë 0. Vari është një sistem që implementohet nga njerëzit, të cilët e kanë implementuar njerëzit, të cilët e rregullojnë njerëzit edhe aty. A ka gabime? Plot. Ka gabime. Megjithatë, nëse e gjithë bota ka implementuar sistemin VAR, ishte e rendit që edhe në futbollin ton të implementohet e njëjta. Ka pasur reagime të shumta me disa vendime të gjyqtarëve, ose varin e shiqojnë njerëzit. Edhe ata e shohin sa ka qenë, as ka qenë. Teknika nuk ka ra nga qielli, por njerëzit e kanë, edhe varin njerëzit e kanë menduar ato, edhe tash, a ka gabime? Normal, ka, jo vetëm këtu në vend tonë. Ka edhe në Champions League, ka edhe në kampionatet botërore, në kampionatet evropiane, ka ato. Në futboll gabime ka pasur, ka dhe gjithmonë do të ketë. Asnjëherë nuk mund të thuhet se do të jetë çdo gjë reale. Edhe derisa jemi te futbolli, kujtojmë se pas përfundimit të pjesës vjeshtore, tani pritet fillimi i pjesës pranverore të kampionatit. Në krahasim me vitet tjera, kësaj radhe do të startohet më herët. Pjesa e dytë e kampionatit fillon me 15 shkurt, pra dhe në ndeshjen e Xhiros së 17 do të përballen Arsimi, Akademia Pandev Brera, Bashkimi Pelisteri, Makedonia Gjorçe Petrov Shkupi, Rabotnički Vardari, që
për Rabotniçkin kjo është mirë, se pasi deri atëherë mund sa do pak të përmirësoj radhët e veta, të freskoj ekipin, të sjell përforcime e kështu me radhë. Do me thënë, kjo është një derbi i Shkupit, si gjithmonë. Edhe në ligën e ditë me qenë njëna apo tjetër ekip, kjo gjithmonë është derbi. Struga Trimlum është një koqire e Sileksit, edhe kjo është një derbi e kësaj, ndërsa në Kavadar t'i kveshi pret kampionin në fuqi. Kur themi kampionin në fuqi, e dim të gjithë se kampion në fuqi është ekipi i Shkëndijës, dhe qëllimi i kësaj skuadre është që të mbron titullin kampion të fituar në kampionatin e kaluar. Të shpresojmë se Shkëndija me përforcime, me përgatitje të duhura, do të gjej forcë që edhe kësaj radhe të mundohet së paku të jetë konkurrent për 3 vendet e para. Dhe për fund, për kampionatin e volejbolit, si qëndron situata, ku e dim se garojnë 3 skuadra tetovare, Shkëndija, Universiteti Tetovës dhe Liria e Zhërvjanit? Po edhe në volejbol, ngjajshëm si në futbol, do të thënë ka ekipe favorite, të cilët si gjithmonë në disa vitet e fundit gjithmonë janë në pjesën e epërme të tabelës dhe dominojnë me volejbolin e Maqedonisë së Veriut. Sa i përket asaj ndeshjeve të fundit, të xhiros së fundit, të xhiroja 9, u arritën këto rezultate: Vesna Probishtipi, Skopje 3-1, Susheva Universitetit Tetovës 1-3, pra fitore e universitetit, Shkëndija Rabotniçki 1-3. Shkëndija ka psuar edhe një disfat para publikut të vet. Janë të volej Liria 0-3, Liria Zhrovjani do me thënë ka bo një hap për para, ka shënuar fitore në transfer, dhe ndeshja derbi e javës së 9 në ligën e parë të volejbollit të Maqedonisë së Veriut të zhvilluar në Shtip është Universiteti Goce Delqevi Shtipit dhe ekipi Strumicës që është kampion në fuqi. Në ndeshjen e parë që është zhvilluar para disa jave, në Strumicë fiton ekipi i Shtipit, ndërsa mbrëm fitore ka shënuar ekipi i Strumicës 3-2. Dhe situata aktuale në tabel, në ligën e parë të volejbollit, është Savion. UGD Shtipi ka 25 pikë, Strumica ka 24 pikë, Rabotniçki 21. Sa i përket skuadrave tetovare, kjo është rezultati ose tabela Savion. Universiteti Tetovës është në pozitën e 5 me 17 pikë, Shkëndija në pozitën e 6 me 13 pikë dhe ekipi i Lirisë së Zhrovjanit me 11 pikë është në pozitën e 7. Shpresohet se, të themi të drejtën, nga ekipet tetovare është prit shumë më tepër, duke pasur parasysh se me përforcimet që paralajmëruan përfaqësuesit e ekipeve, mendoni se së paku Shkëndija dhe Universiteti i Tetovës do t'jenë në pjesën e epërme të tabelës, mirë po, duke u bazuar në rezultatet që kanë shënuar në 9 xhirot e zhvilluara, do me thënë, janë rezultate pak zhgënjese. Edhe për ekipin e Lirisë kjo vlen e njëjta. Por të shpresojmë se në pjesën e dytë të kampionatit, pra në pjesën pranverore, ose në play-off në volejbol ka ekipet që luftojnë për kreun e tabelës, për titullin kampion, dhe ekipet që luftojnë për mbijetesë. Me thonë, të shpresojmë se atë ndoshta do të kenë rezultate më të mira, pasi me përforcimet të cilët i paralajmëruan. Ne dim se Shkëndija ka 2-3 përforcime nga Irani. Ekipi i Lirisë ka përforcime nga Gjeorgjia, ndërsa ekipi i Universitetit të Tetovës nga Amerika Latine, dikon dhe atje përforcime. Por, tash bëhet pyetja, çfarë përforcime janë ata? Kjo është ajo e sportit, ne? Përveç futbollit u informuam pak më shumë edhe për kampionatin e volejbollit. Ju falenderojmë shumë që ndatë kohë dhe sërish ishi pjesë e emisionit. Atëherë vetëm mbetet që ditën e ete të përkrahim Shkëndijën, ti dëshirojmë lojë të mirë para së gjithash, lojë të kënaqshme dhe fitore, që
atër do t'jepte shpresë që edhe në ndeshjen e fundit me një pikë do të siguronte fazën e 1/16 në play-off për kualifikim në fazën e fundit ose të fazën e parafundit të garave në Ligën e Konferencës. Sigurisht që Shkëndija jonë do t'jetë fituese edhe të njëjtën. Faleminderit shumë që ishi pjesë e misionit tonë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e parë të ditës, ku kemi folur për ngjarjet sportive dhe risitë e aktualitetit sportiv. Vazhdoni të qëndroni me ne, rikthehemi pas pak.